Vendimi I ministres Albana Goçiu I drejt, I gabuar apo I drejt dhe I nxituar? I drejt dhe I nxituar. Pse? I drejt sepse është një makt dhe një shqetësim për aq kohë sa Shqipëria ende nuk ka një kuadër ligjor të qartë për përdorimin e tyre. Për shpejtësinë e tyre, vendet dhe mënyrën se si ata të utilizohen dhe çfarë kushtesh duhet të kenë dhe cilat mosha lejohen për t'i përdorur ata në mënyrë të tillë që të shmangin aksidentet për vetë ata që drejtojnë, po dhe për qytetarët të tjerë, të cilët janë pjesë e lëvizjeve në qytet. Kaosi, stresi, pamundësia për të disiplinuar qoftë dhe këmbësorët kanë kthyer numër të lartë aksidentesh në vend, ku vetëm për vitin 2024 kemi rreth 991 raste ku nuk mungojnë dhe rastet e vdekjeve që kanë ardhur si rrëdhënie e përdorimit të tyre. Vetëm për 2025 kemi 212 raste me 721 masa ndëshkuese nga policia e shtetit, por gjitha këto janë deri në momentin që të krijohet një kuadër ligjor I qartë, I saktë që ta interpretojë dhe të di ta disiplinojë këtë lloj trafikimi, këtë lloj trafiku. Të njëjtën gjë ka bërë Italia, e cila e ka bërë ndryshime ligjore në dhjetor të 2024-s dhe sfidoi e këtij disiplinimi, sigurisht dhe prodhimi dhe blerja e tyre ka filluar të bjerë për shkak të kostos dhe të obligimeve që ligji të detyron. Pra ka një ndryshim që duhet ndodhë, dhe ky ndryshim që duhet ndodhë nuk do të thotë që ti mbyllin në mënyrë të njëjtshme, pra të njoftojnë të premte ata ti ndërpresin të dielën, por po madje